A mund të japësh formë gjithçkaje të pamundur? Me art, përgjithmonë po. Për artisten Erieta Koliçi Gajtani, arti mbetet streha ku bota shihet gjithmonë me ngjyra. E njohur si krijuesja e mozaikëve, ku me durim të pashoq nis renditjen e gurve me ëndje. Ekspozita e saj personale e gjen plot emocione. E ka pritur gjatë këtë përballje me publikun. Në vitin 1997, në vit rrëmuje e frike nga do, ajo zgjodhi të sillte në skenë sfidatën e parë të modës. Në atë kohë, prezantimi i saj ishte si stiliste. Me kalimin e kohës në kohë pandemie, Erieta rivjen me simbolikën e gurit në një ekspozitë të veçantë. Unë mendoj që jam natyrë që më pëlqejnë sfidat. dhe dal pak kundër rrymës. Nuk më pëlqen zymtësia që sjellin qoftë në atë kohë, ishte kohë lufte për ne, qoftë në këtë kohë tani që është kjo pandemi e thellë botërore, edhe njerëzit janë zymtësuar shumë. Unë e kam thënë që në periudhën e pandemisë unë kam pas një si thonë, një punë shumë të mirë të mozaikëve. Domethënë dola pak nga seria që kisha nisur të stilit të mitologjisë dhe hyra në një rrymë tjetër të abstraktes. Ndoshta kjo ishte nevojë e shprehjes e gjendjes shpirtërore, domethënë unë çfarë ndjeja, si isha, unë e derdha në linjën e abstrakteve. Kush do të mund ta shoh nga afër ekspozitën do të arrit të kuptoj ndarjen që vendoset me dy momenteve në krijimtarinë tënde, pikërisht në gjendjen e mozaikëve, edhe se sa bukur vjen në të njëjtën kohë edhe abstraktja. Ti ke eksperimentuar jo vetëm me gurin, por dhe me materiale të tjerë, në teknikë dhe forma, për të na vërë edhe pak dyshues se çfarë po na shohin syt. Domethënë ne duhet të përpiqemi për të kuptuar se çfarë është realizuar. Shiko, në linjën e abstrakteve e thash, këtë i fillova në periudhën e pandemisë. Thash, pse jo, të bëj diçka ndryshe. Unë e adhuroj mitologjinë, e kam shprehur disa herë në intervista, në historitë e tyre, në ato që ato shprehin, në dhimbjen, dashurinë, në çdo gjë domethënë që karakterizon gjithë linjën e legjendave mitologjike, më ato rreqin. Në këtë periudhë unë ndjeva që duhet bëja diçka ndryshe. Edhe ato orën që ne kishim leje, një orë e gjys, unë dilja parku u ndalua një periudhë kohe dhe aty pranë shtëpisime, në kohë që dilja ishin në shumë pemë dhe ca dek të rëna, ca lëvore të pemëve, ato i mblidhja. I mblidhja dhe fillova t'i pastroj, t'i punoj, thash pse mos bëj diçka edhe me këto. Edhe bëra një ndërthurje të gurve, të drurit dhe shumë materiale deti që unë kam gjetur, qoftë guaska, qoftë i rish deti, ato që unë i kam hedhur në këtë linjën e abstrakteve. Edhe mendova ta zhvilloj, bëra një serial me 6 pjesë, një tjetër me 4-5 pjesë, edhe kështu lindi dhe kjo, edhe ka mundësi që unë të vazhdoj në këtë rrymë, se më pëlqen. Gjeta veten gjithsesi. Arti të lejon të eksperimentosh, edhe ju si natyrë guximtare gjithmonë nuk stepeni, le të themi, e kërkoni të guxoni. Ka momente ku jeni dyshuese në atë që krijoni? Me thënë të drejtën, unë kam një natyrë që po thash do ta bëj, unë do ta bëj se s'bën dhe e realizoj. Do nderim sot nuk kam pas në dyshim të ato që kam bërë, kam thënë që do bëj këtë edhe kam dhënë shpirtin. Edhe nëse kam hasur pengesë gjatë kohës që kam realizuar, kam thënë, ok, stop, do mendohem pak dhe do të kam reflektuar dhe jam kthyer prapë dhe ka qenë shumë e lehtë nga që e nisa në fillim. Jeta është një lloj sfida, ashtu si kundër ju thatë edhe për mozaikun, ai është sfidues. Arti e ka bërë me më shumë ngjyra, le të themi, botën tënde, mozaikët, por dhe dashuria për të bukurën tek e fundit që ju trashëgoni. Sigurisht. Unë si natyrë unë jam adhuruese të bukurës. Kudo, në çdo linjë të saj unë adhuroj, siç kam eksperimentuar
me veshjet, me pikturën, ashtu kam filluar dhe me linjën e mozaikut. Dhe jam përpjekur që unë mos të largohem nga elementet që m'jep natyra në të bëhet mozaik. Nuk më pëlqejnë gjërat e gatshme, se dikush më tha pse nuk eksperimenton të linjën e mozaicistëve botror që punojnë me ato rjetat, me ato betonin, pak a mozaiku shumë ato që janë, pa ato punohen me petat e gatshme të ngjyrosura që vinë të gatshme dhe bën shumë të bukura edhe ato, po unë nuk dua të qëndroj këtu. Unë dua të qëndroj këtu. Gjithçka të gjendet në natyrë. Në natyrë. Edhe me gurët e mi të dashur. Të cilët ne kemi parë dhe në intervistat të tjera kur kemi mundur të shohim në ambienti ku ti punon, është një proces i gjatë dhe jo shumë i lehtë për të nisur dhe të copëzuar dhe për të krijuar një mozaik nga pika 0 deri në pikën përfundimtare apo jo. Unë jam edhe në rrjetin social që unë hedh jam përpjekur përveç punëve, unë kam hedhur dhe video të vogla me procesin e mbledhjes, që në det që i kam ekspozuar dhe vetëm duke mbledhur ato, dhe në procesin e punës duke thyer me atë çekiçin, sa shumë miq më thonë, ma kujdes gishtat, sa gishtat i kam çar, i kam prer, kam punuar me gishtat të lidhur, kam vazhduar, sepse dorezat nuk mund ndihmojnë fare në atë punë, dorezat janë konsumuar, janë prer gjatë punës, dhe prapë unë nuk jam dalur. Guri si simbol të ti na vjen i ftohtë në çdo lloj pikpamje të përdorurit të ti në art, por tek mozaiku ai merr një tjetër formë dhe është çuditshme fuqia që le të themi artisti gëzon për ta transformuar gurin këtë gjë kaq të ftohtë simbolikisht, por dhe në të vërtetë tek e fundit. A shumë më thonë shumë miq të mi artist, po shkojmë në plazh, i shkelim ato gur me këmbë. Tani që të shohim ty që i bën ato, themi, sikur të marrim disa t'ja dërgojmë rjetës, që të ta ndihmonim. Domethënë, të marrësh një gur, domethënë që e lag deti, ti e shkel me këmbë, kalon nëpër të dhe ti atë e merr dhe bën këto gjëra, domethënë është Më kanë thënë që janë dhe një mrekulli. Dikush më thotë janë dhe kryevepra. Ndoshta s'janë, por vetëm mendimi që ato vinë nga një gur aty në det, vinë dhe bëhen. Ti e para femër që i kushtohesh botës së mozaikëve dhe sigurisht merr prej publikut edhe përshtypjet. Dhe gjithë kjo nisëm është e jotja, është personale, është dëshirë personale për të ecur dhe për të eksploruar veten mbi të gjitha. Kështu që ka, le të themi, mënyra se si mund të mbështetet, le të themi, ky lloj arti, se si mundet artisti të motivohet tek e fundit? Nuk di të them, se duke parë dhe provuar që unë çdo gjë e kam nisur vetëm dhe përfundova deri këtu vetëm, pa asnjë lloj ndihme, pa asnjë lloj sponsorizimi, pa asnjë lloj mbështetje, dhe them ku janë këto, se fundi unë jam një grua. Sot jam një grua e vetme. Ka plot shoqata grash që promovojnë aktivitete. Unë i kam të gjitha mike. Edhe kam tentuar të dërgoj një kështu që si nuk më shikoni, hajde shikoni punën që bëj, si mund të bashkëpunojmë. Ka shumë të ftohta. Edhe mendoj ku ta gjej mbështetjen dhe i kam vënë një vizë, që unë që ta filloj dhe ta mbaroj vetë. Dhe kështu nis rrugëtimi. Me forcat e mia dhe kështu nis rrugëtimi. I cili do vazhdoj, nuk do pritet këtu. Nuk do ndërpritet. Nuk do pritet, do vazhdoj. Mendon përballjen si një mënyrë me publikun, përballjen me publikun si një mënyrë për të kuptuar veten, po dhe se si e percepton publiku, do të vazhdoj komunikimi me ta? Po sigurisht që do vazhdoj komunikimi me publikun, ka qenë shumë dashamirës. E kam ju pritur. Përveç se rrjeteve sociale që kam marrë komplimente, kur kanë ardhur këtu, kanë thënë kjo është një gjë shumë e bukur nga sa kemi parë sa ka transmetuar celulari në rrjete. Këtu janë një gjë krejt ndryshe dhe shumë më të bukura.